A e keni dëgjuar ndonjëherë që një shkrimtar evropian I shekullit 19 t'i quaj shqiptarët tigrat njerëzor, jo për legjend, jo për propagandë, por pasi pa me sytë e tij. Në një kohë kur Ballkani ishte ende I mbuluar me mister për Evropën, një autor gjerman, Ernst Ziel, shkroi diçka që sot tingëllon pothuajse epike. Ai përshkroi shqiptarët si pasardhës të një populli të lashtë që humbet në mjegullën e historisë pëllazgëve, një popull malor, krenar, luftëtar. Me trupin e një atleti dhe shpirtin e një luftëtari të lindur. Por çfarë pa ai tek shqiptarët që e bëri të përdorte një krahasim kaq të fuqishëm? Pse I quajti ata një popull që jeton për luftë? Dhe pse shumë studiues evropian të asaj kohe I shihnin shqiptarët si një relik të gjallë të botës së lashtë? Sot do të zbulojmë një përshkrim të rrallë dhe pothuajse të harruar për shqiptarët. Një përshkrim që duket si një skenë nga epikat e Homerit. Nëse ju pëlqejnë historitë të tilla të rralla për kompin ton, pëlqeni videon dhe abonohuni në kanalin ton Histori Epike, sepse këtu zbulojmë histori që shumë pak njerëz I kanë dëgjuar. Në shkrimet e tij, autori gjerman Ernst Ziel përshkruan shqiptarët si një popull që jep menjëherë një përshtypje të fortë. Ai thotë se pamja e tyre është magjepsëse dhe imponuese, qëndrimi krenar, shikimi I drejtë, ecja sikur çdo hap të ishte një sfidë ndaj botës. Për Zielin, shqiptarët nuk ishin thjesht një popull I Ballkanit. Ata ishin një mbetje e gjallë e antikitetit. Sipas tij, historia e shqiptarëve nuk fillon me mesjetën, as me perandorinë osmane, por shkon shumë më pas në kohë, në epokat e errëta të ilirëve dhe madje më tej tek pëllazgët, banorët e lashtë të rajonit para grekëve. Kjo ide nuk ishte e pazakontë në Evropën e asaj kohe. Shumë studiues besonin se shqiptarët ruanin elemente shumë të vjetra të qytetërimeve të para të Ballkanit. Dhe kur ai I pa nga afër, kjo bindje vetëm sa u forcua. Por ajo që e habiti më shumë autorin nuk ishte vetëm historia e tyre, ishte pamja dhe karakteri I tyre luftarak. Ziel I përshkruan shqiptarët si një popull me forcë natyrore dhe shëndet të jashtëzakonshëm. Sipas tij, fytyrat kanë prerje fisnike, balli është I gjerë, punda shpesh e gjatë, pothuajse romake, gjoksi I lartë dhe I harkuar. Një pamje që sipas tij I kujtonte herojtë e lashtë të Trakisë. Ai shkruan se shqiptarët duken si atlet të lindur, trupa të fortë, muskuj të zhvilluar, qafe gjatë dhe kokë mbajtur gjithmonë lart. Një popull që sipas tij ishte I favorizuar nga natyra më shumë se sa shumë kombe të tjera. Edhe mënyra jetesës sipas tij luante rol të madh. Jeta në male, ushqimi I thjeshtë, lëvizja e vazhdueshme. Të gjitha këto krijonin njerëz të fortë dhe rezistent. Por pamja nuk ishte gjëja më interesante. Ajo që e bëri Zielin të përdorte një krahasim ekstrem ishte karakteri I shqiptarëve. Sipas përshkrimit të tij, pothuajse çdo aspekt I jetës së burrave shqiptar lidhej me luftën, traditat, nderi, miqësitë, armiqësitë. Gjithçka mund të çonte në një përballje. Në shumë zona të veriut ekzistonin gjakmarrjet, një zakon I vjetër që e bënte çdo familje një njësi të armatosur. Por në të njëjtën kohë ekzistonte edhe një fenomen tjetër shumë I veçantë, vllazëria e gjakut. Dy burra që betoheshin për besnikëri të përjetshme ndaj njëri tjetrit, një lidhje që shpesh ishte më e fortë se vetë familja. Për një evropian të asaj kohe, kjo dukej si një shoqëri e ndërtuar mbi nderin dhe luftën. Prandaj Zieli përdori një krahasim dramatik
Shqiptarët janë si tigrat njerëzor, jo sepse ishin të egër pa arsye, por sepse kishin një instinkt të lindur për luftë dhe mbijetesë. Megjithatë, jeta e tyre nuk ishte vetëm luftë. Një pjesë e madhe e shqiptarëve jetonin një jetë shumë të thjeshtë. Shumica e shqiptarëve të asaj kohe jetonin në male. Ekonomia ishte shumë e thjeshtë. Blegtori, pak bujqësi, jetë fisnore. Sipas Zielit, mënyra e punës së tokës dukej pothuajse e njëjtë me atë të kohëve të Herodotit apo Homerit. Pra, një mënyrë jetese që dukej sikur kishte mbetur e pandryshuar për mijëra vite. Bagtit ishin pasuria kryesore, toka punohej në mënyrë primitive, por kjo jetë e ashpër krijonte njerëz të fortë. Një tjetër gjë që i bëri shumë përshtypje autorit ishte veshja shqiptare. Një nga elementet më karakteristike ishte fustanella, një veshje e bardhë prej leshi që binte deri tek gjunjt. Sipas autorit, kjo veshje jepte shqiptarëve një pamje shumë të veçantë dhe origjinale. Në veri, nën të visheshin pantallona blu prej pambuku, mbi të hidhej një mantel i trash prej leshi dhije apo deleje i quajtur kapota. Ndërsa tek shqiptarët e jugut, në veçanti tek toskët, përdorej një mantel tjetër i quajtur flokata. Një veshje e hapur në kraharor që mbahej e lidhur me një brez të gjerë të kuq. Në disa zona përdoreshin edhe kallça të zbukuruara me qëndisje, kopsa dhe rozet. Për një evropian të shekullit 19, kjo dukej si një veshje që vinte direkt nga epoka heroike. Por kishte edhe një element tjetër që i habiste shumë udhëtarët evropian. Ziel përshkrua një stil flokësh shumë interesant tek shqiptarët. Shumë burra ruanin pjesën e përparme të kokës deri në mes të kafkës. Pjesa tjetër e flokëve mblidhej në gërsheta që fshieshin poshtë fesit. Të tjerë i linin flokët të gjatë në pjesën e pasme të qafës. Ai vëren gjithashtu se shumë shqiptarë të jugut kishin flokë të qelët, diçka që e surprizoi. Këto detaje i bënin shqiptarët shumë të dallueshëm në sytë e udhëtarëve evropian. Por në fund ajo që mbeti më e fortë në mendjen e autorit ishte një pyetje. Kur Ziel i përshkruan shqiptarët, ai shpesh i krahason me luftëtarët e lashtë. Ai thotë se një shqiptar mund të duket si një hero i dal nga koha e trakëve apo nga epikat e Homerit, një popull krenar, i fortë, i lidhur me traditën dhe gjithmonë gati për luftë. Për shumë studiues të shekullit 19, shqiptarët dukeshin si një urë mes botës moderne dhe antikitetit. Sot mund të mos pajtohemi me çdo përshkrim të autorëve të vjetër evropian. Disa prej tyre ishin romantik, disa egzageronin, por një gjë është e qartë. Shqiptarët lanë një përshtypje shumë të fortë tek udhëtarët dhe studiuesit e huaj, dhe përshkrimi i Ernst Zielit mbetet një nga më interesantët, një popull që ai e quajti tigrat njerëzor. Në fund na tregoni edhe ju mendimin tuaj në komente. A mendoni se përshkrimet të tilla nga autorët e huaj e tregojnë realisht karakterin e shqiptarëve të asaj kohe? Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.